Të nderuar dhe të respektuar vëllezër besimtar, i lartësuar është Zoti i Madhërisht, ai i cili ka krijuar çka ka dëshiruar dhe ja ka përcaktuar fatin e jetës së tij. Ai e ka krijuar njeriu, e ka privilegjuar, e ka dalluar nga gjitha krijesat, e ka vënë në nivel detyre, por dhe e ka vënë në përgjegjësi të madhe para Zotit, familjes, kombit dhe shoqërisë me cilën jeton. Asgjë në këtë botë nuk është e rastishme dhe e paqëllimshme. Dhe sidomos kur bëhet fjalë për misionin e njeriut në tokë, mision karshi i Zotit të Madhërisht, familjes dhe shoqërisë me cilën ndan fatin e jetës së tij. Të ndershëm vëllezër besimtar, sot për fat të mirë ka qellu ditë e bekuar, dita Xhuma, dhe njëkohësisht është në pajtueshmëri me një datë të rëndësishme, me 28 nëntorin, shpalljen e pavarësisë së Shqipërisë. Andaj na ban nder që të flasim në kuadër të temës objektiva të jetës, të flasim diçka në lidhje me përgjegjësinë që ka njeriu, karshi familjes, kombit, shtetit dhe njerëzve në përgjithësi. Të ndershëm vëllezër besimtar, ja vlen t'i flasim mas pari vetës, e pastaj brezave të ri, t'i flasmi për rrugën e gjatë të këtij kombi në analet e historisë, për vujtjet, për mërzit, për pikëllimet, për sakrificat, për betejat e kështu me radhë, sepse fundit jeta është projekt i Zotit të Madhërisht, e njeriu është një aktor i cili luan rolin e vet në jetën e kësaj bote. Të ndershëm vëllezër besimtar, kanë thënë njerëzit e dijshëm se për me arrit qëllimet e jetës, një popull, një komb, për me arrit objektivat, kalon në për 3 gjenerata. Kanë thënë një gjenerat ka uzën e pagun me gjak dhe me lot. Dhe ne jemi një popull që me të vërtet e kemi pagu shtrenjt fatin e jetës tonë në të gjitha etapat e historisë në për cilët kemi kalu. Janë shkrinjt gjenerat pas gjenerate. Shumë gjak është derdhë për këtë komb, shumë lot kanë rjedhë për shkak të vuajtjeve që i ka përritu ky popull. Pra një gjenerat e ka la me gjak, dhe ajo gjenerat fatkeqësisht ka qenë e gjatë. Ka zgjat begi gjatë historia, ka zgjat begi gjatë koha e sakrificës me cilën e kanë pagu populli ynë. Kanë thënë e dyta, një gjenerat flet për të parën, për vuajtjet e tyre. Dhe ndoshta ne jemi ata të cilët po flasmi për ta. Dhe kanë thënë brezi i tretë janë ata të cilët e gëzojnë punën, sakrificën, mundin e brezave të parë. Le të shpresojmë te Zoti i Madhërisht që ne të jemi brezi që flasmi për ata që kanë qenë para nesh. Flasmi për burrninë e tyre. Flasmi për vuajtjet e tyre. Flasmi për sakrificën e tyre, dhe le të mbetet te Zoti i Madhërisht kjo shpresë që brezat që vinë pas neve, le të janë ata të cilët e shijojnë lirinë në kuptimin e plotë të fjalës dhe i me një farë formë shfrytëzojnë benefite, kontributeve që i ka dhënë dikush për atyre. Të ndershëm vëllezër besimtar, për shkak të rrethanave të kohës, 2-3 fjalë të shkurtra në lidhje me përgjegjësinë që kemi në raport me Zotin, jetën, familjen, shoqërinë, historinë e kësaj radhe. E para, vëllezër të dashur, ne duhet të jemi mirënjohës ndaj kujdo që ka bërë diçka të mirë në dobi të familjes, të shoqërisë dhe të kombit tonë. E në veçanti, ne duhet të jemi mirënjohës ndaj atyre të cilëve kanë sakrifikuar gjithçka nga vetja tyre dhe në fund e kanë sakrifikuar dhe më të shtrenjtën të mundshme jetën që ne sot t'i rritmi brezat në liri. Nuk na ka hije edhe nuk do t'ja shohmi hajrin nëse ne nuk kemi mirënjohës ndaj atyre që kanë kontribuar për lirinë tonë. Një popull i cili i haron sakrifikuesit e vet do t'i përsëritet historia në mënyrë më të dhimbshme të mundshme.
Ne duhet të jemi mirënjohës vëllezër, të ndërgjegjshëm, të përgjegjshëm, për çdo pikë njerëze, për çdo pikë loti dhe për çdo pikë gjaki që është derdh për interes të kësaj feje, këtij kombi, kësaj shoqërie dhe rrugtimit tonë të gjatë historik. Pra të jemi mirënjohës, të dashur vëllezër, dhe të bëjmë të pamundurën që brezave të ri t'ua transferojmë këtë mirënjohje me konsideratën më të madhe të mundshme për gjithë ata të cilët kanë shku në botën e përjetshme. E dyta vëllezër, ne po jetojmë me një kohë që po shohmi se shpesh herë egoja e madhe po e përmbys fatin e popullit. Po shohim fatkeqësisht liderë të demokracisë, të cilët sumpe të i kalojnë vetën, sumpe të i kalojnë egon që e kanë, dhe po e kthejnë, po e përmbysin fatin një populli që e don lirin, e don shtetin dhe don gjithçka që lidhet me historinë e vet. Ne duhet ta të i kalojmë këtë ego vëllezër, sepse është interesant kjo çështje në të gjitha etapat e historisë, kur është dashur me reagu si popull, kemi reagu në mënyrë më të mirë të mundshme. Edhe nëse o kanë pyetje jeta, po pse pasi të përfundojnë betejat e mëdha, pse s'u gjejmë vetën, pse s'po unifikohemi na si popull? Nëse ne nuk unifikohemi, kush po don më na unifikojë neve? Nëse interesi i kombit s'është mbi interesin tonë individual, nëse interesi i shtetit s'është mbi interesin tonë individual, atëherë çish do t'i arrijmë benefitet e shtetit pra? Çish do ta forcojmë këtë shtet? Dhe ku e kam fjalën këtu vëllezër, ja tham një çështje. Është transmetuar prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me njërin prej betejave më të ashpra që i ka përjetuar me shokët e vet. Më të ashpra. Dhe pasi ka përfunduar beteja, ju thot pejgamberi alayhis salam: "O ju djem, që patët fatin sot me shkruaj histori dhe m'ia dhon një kthes të një kaje tjetër rrjedhave historike." Është histori e gjatë kjo temë. Thot mos harroni se ne përfunduam një luftë të vogël dhe kena hyrë në një luftë të madhe. I thanë: "Ja Rasulullah, a mund të ketë luftë më të ashpër se kjo? 2-3 muaj për shkretin, pa ujë, pa bukë. A ka luftë më të madhe, më të ashpër se kjo?" Tha po. Tha është lufta me egon. Tha ku të çliroheni dhe se mposhtni egon, keni me përmbys fatin e rezultatit ju që keni bën këtë jetë. Dhe ne po gjejmë sot që njerëzit e tanë nuk pe mposhtin egon vëllezër. Por çështje benefitit individual e vënë në pikpyetje popullin e vet, e armiqsojnë popullin e vet. E kjo s'na ka hije. Nëse kemi kry betejën e madhe, të voglën me luftë, se mund me thanë kështu, na sot jetojmë me një betejë, sepse jeta është betejë. E ne duhet me të kalu vetëm vëllezër. Kur është në pyetje interesi fesë, kur është në pyetje interesi kombit, kur është në pyetje interesi shtetit, ne duhet me të kalu vetën, sepse feja jonë, populli jonë, kombi jonë, shteti jonë, ka perimetër më të madh se një individ dhe se egoja e individit. Por këtë s'u pe bojmë na sot. Por këtë arsye dhe kemi të telashet e mëdha. Banektarizmi është një faktor i dhimbshëm në historinë e shqiptarëve që shpesh herë e ka dekapitulu fatin e këtij populli. Andaj rini e dashur, ne do të rritemi me një frym tjetër, duke anashkalu dhe duke mposht egon dhe duke dhënë përparësi interesit të familjes, shoqërisë, kombit, fesë, para intereseve tona individuale, sepse kush ka kontribu, kush e ka ul egon për hir të Zotit të Madhërisëm, për hir të familjes, për hir të shoqërisë, Allahu ka më kompenzuar në mënyra më të mira të mundshme. Pra ata të kalojnë vetëm vëllezër dashur. Dhe e treta të nderuar vëllezër, nëse në çdo etapë të historisë ka njerëz që kanë kontribuar, ne jemi pjesë e kësaj historie. Ne po e përjetojmë këtë histori. Andaj çka duhet me pas parasysh na? Edhe ne duhet të bëjmë kontributës për ndërtimin e shtetit, për avancimin e vlerave tona, për avancimin e këtij shteti në arenën ndërkombëtare. Ne duhet të bëhemi secili prej nesh argati kësaj kauze të madhe. Sepse është interesante çështja vëllezër. Ne shqiptarët shumë shpejt na bashkon friga, por ngadalë na bashkon kauza. Pse s'pe bojmë të kundërt të vëllezër? Ndërtimi i shtetit është kauzë. Pse s'po bashkohemi në ndërtimin e shtetit?
Pse s'po bashkohemi në forcimin e shtetit? Pse s'po bashkohemi në idenë e forcimit të shqiptarëve kudo që janë në treva shqiptare? Pse s'pe bojmë këtë? Pse po vetë kënaqemi me pak? Anë në baza ditore duhet të kontribuojmë. Vëllezër të dashur, kontributi për këtë këmbë fillon në prag, në pranë të nanës. Nana edukatore, fillon në magje, e pastaj fillon në shkollë, në xhami, në institucion. Kjo rruga ndërtimit. Ne duhet të krijojmë institucione të mira, familje të forta, të ndershme, breza të rritni breza që e duan atë dhëun, jo breza të cilët janë gjendje për një kafshat të bukës, për një element shkurt të kësaj jete, me braktisë vendin e vet. E dini që në histori të shqiptarëve kur s'ka ndodhur emigrim më masiv se sa në kohën e Pastuftes. Lexoni librat historinë, lexoni statistikat. Çish është e mundshme vëllezër në lirinë me braktisë vendin tona. Kush po na i bën më dashur në vend tjetër se vendin tonë? Kush po na thotë se Maria mund me kanë dikon tjetër në vendin tonë? Pse këtë energji me ndërtu dikon tjetër jo vendin tonë? Pse këtë energji? Kush na ka frymzuar gabimisht? Kush po na i përdori nin për ndërtimin e shteteve tjera dhe po e lën në katrau shtetin tonë? Ç'na duhet liria pa breza të ri? Ku do të shkojmë nesër? Kush ndikoi që mos ta duam vendin tonë? Edhe në rrethana të luftës vëllezër, kur I kemi braktisë shtëpiat për shkak të presionit, dhunës, të gjithë rrugëve kemi thonë, do të kthehemi, sepse Allahu ka garantuar, ku të ka kriju ka më të kthyt fort, nëse ti e do vendin tonë. Këtë kena pas shpresë se do të kthehemi vendin tonë, ta ndërtojmë vendin tonë. E pse tash se kemi këtë shpresë? E pse tash se kemi këtë dëshirë? Pse? Kush po pret me ndërtu vendin tonë vëllezër? Pa nuk pjavleka me sakrifiku paka. Pa nuk pjavleka pak me ulat egon e madhe që kemi dëshirën e madhe për interesat dunjas, me ul pak edhe me kontribu për fatin e familjes tonë, popullit tonë. Sepse nëse rritni breza në për vendet e huaja, ata janë ushtarë të dikujt tjetër, jo të idesë e kombit tonë. Ne mund të marrojmë pralla sa dush vëllezër. Dashuria ndaj dhëut nuk është vetëm folklor, sepse nëse hyjmë në garna me folklor, mundet më na I kalu vetëm India, sipas në përstatika që shun. Janë çdo I treti kontar. Po smat kombi vëllezër me folklor. Kombi do njerëz të dishëm, të mëshëm. Kombi do burra për një me. Kombi do popull që e dojnë vend në vet. Një popull që se dojnë vend në vet, çish po prit me lulzuaj vend. Nëse një lule se mbjell vendin tanë, çish po prit me çela jo. Çish? E di pse po I them të fjalë vëllezër, sepse unë po bashkëjetoj në bazat ditore me rinin tonë dhe mbjena për diaspor me pa se ku e kemi qurë rinin. Ku e në të qurë këtë brez? Argat ku e në të ba këtë popull? Edhe në fund do të mi pyet politikant, a e keni në jarë mik që këni mjallon emnin me fajsu, sepse na shqiptarët na mësu mi fajsu njerëz të ujë, se na kanë fajs njerëz të ujë, na kanë faj neve. A në realitet na se dojmë banin tonë. Se po ta këshmi dash, ishmi më ndryshë. I qumë mbi 300.000 trije të reja në për Evropë. I zbrazëm shtëpia tona. I lam nanat me lot në sy. Ja prishim andrat që I ka një babë dhe një nanë, që me trashëgu këtë vend, ne I përzonëm rini, I përzonëm liri. Se kjo ego e madhe, kjo ignorancë e madhe që ka kaplu, ne mendojmë se vetëm përmes çiftelis në dalë me për krize. Ne përmes saj muzike vetëm këna mi këndu dekapitulimit. Ne duhet të kemi të dashur vëllezër në liri, shkolla të fuqishme, institucione të sigurta, ushtri të fortë, akademi të shkollume, që I prind popullit në proceset jetës. Dhe jo të bëjmë shkolla të brishta, familje të dështuara, edhe ku me shku nesër? Ku?
Dhe kam thënë një herën këtë mezhlisë po e përmendi këtë vend, me njënën prej trevave të shqiptarisë në kohën e emigrimit të dhunshëm para luftës së parë botërore. Ka dalë hoxha në mëngjes, vëllezër, i fundit në fshat, e ka falë sabajn, e ka mbyll derë e xhamis, ka thonë, o Zot që ka që pata mundësi me ban, miki populli jem. E la vend me vetë. A duam që nesër të na përsërit historia, të hymë në xhami dhe të mos kemi rini, të vjen një shtatori me regjistru në zanca në shkollë, e të na thot drejtori shkollës fatkeqësisht s'po plotësohet klasa. Qysh e përjetojmë atë moment? Sepse qysh fillon mbaron? Qysh e përjetojmë? Ma s'kena shka vajtojna. Kur të vina në atë gjendje për një mes s'ka më me vajtu. Për këtë arsye, vëllezër e dashur, ne do të mu vetisu, do të mi shtrengu këtë politikantët tonë të cilët shpesher bojnë pazaren korriz të poplit. Dhe mi thonë, ne nuk i kemi aty mja fshy kravatat juve, po ju jeni përgjegjës për fatër e se rinie. Ne si popull po e bojnë më të mirën të mundshme, në varfri po e sigurojnë pagat. Ju pse s'pembroni dignitetin e popullit juve? Për shka? Çka të vynë një hoxh nëse se mbron kauzën xhamit vetë? Çka të vynë një mësues nëse se mbron kauzën në shkollë klasë gosht? Çka të vynë një ushtar nëse se mbron kauzën për çka e ka veshur uniformën? Çka të vynë një politikan më ul në karrige të parlamentit edhe me botall me një popull? Çfarë përgjegjësie ka ai? Do të më ngritë, vëllezër, ne. Do të më ngritë, sepse kom në ndjek pas, dhe kom në mallku, ndjerësa, loti dhe gjaki atyre që kanë vdekë për këtë vend. Kanë lanë jetima. Ka pasur shtarë fjallë në fundi që ka thonë, për cjellja fëmijës tem në gjep atje 2 vjeçar, thuj baba për vdes që ti me tu i lirë. Ti me dash venin tanë, dhe vjen koha, mija i dëshmorit me në shu venin, sepse ja kanë pru të hunë të politikanët e tonë. Dhe i kur kështu. Pra do të vedisohemi, vëllezër. Nuk ka shtet pa popull, o lloj doshë. Nuk ka ardhur mëri pa rini. Një popull që s'përkun dje patri, a i kam i numëru orët prap të jetës e tyre, se s'ka gjallëri në dhënda. Në ra nataliteti, pej 85.000 foshnjeve që kanë lind në rrethana të luftës, në lirin ton, për çdo vjet, maksimumi që linden 22.000. Kur shkoj në shtëpi kalkuloj fatin e popullit tanë. Dhe e kupton ku du me dalë, vëllezër. Ne duam këtë vend, o vëllezër. Vallahi për t'i shkon kjo jetë veç individuale, kish me pas tjetër pamin këtë dunjana. Sa Allah i diku jep mundësi me tu ndryshe. Po vallahi, në këtë dunjana janë 3 përgjësi që askush nuk ka mundësi më të hekë, nëse ti si ke kry vetë. Një është përgjësia para Allahu xhelle wala. Nuk ka kush që ka më të shpëtu për balë krijuesit tanë, sepse ai ka kriju dhe ka dhënë përgjësi. Shko ka dush këtë dunjani ditë ke medalë para Rabbul Aleminit. Ai ka më të pyet për jetën tonë. Dhe ki përgjësi për familjen, ku do që të shkojsh, emanetin e familjes së ta merr kush. Ti ke më dhënë përgjësi për këtë punë. Dhe e treta amaneti kombit tanë dhe shtetit tanë kujton. Ta shti që është dush maja. Pra vëllezër të dashur, ndoshta dikush për juve thjesht mund me thonë, nuk është gjithçka zi. Edhe unë e di që nuk është zi gjithçka. Po çaja e bardha begi o zbe. E kur ta mblon që e pika zez, mas kem shka flasmi këtu. Por do të bisedojmë mas 10 vite. Unë këtu për përfundoj për shkak të rrethanave të kohës. Edhe njëherë
duke ja uruar këtë festë të madhe gjithë kombit shqiptar, dhe duke lutur Zotin e Madhërisëm që të gjithë ata të cilët kanë kontribu, ata që kemi njohur dhe ato që s'e kemi njohur, ato që kemi mrinë në histori dhe ato që s'kemi mrinë në histori, ato që i ka shkruar historia dhe ato që i ka harruar historia. Inshallah Zoti i Madhërisëm ja ka bën nasib xhenetin dhe inshallah Allahu xhelle wala na i ban të sotshmën më të mirë se djeshmën, e të nesërmën më të mirë se sotshmën, dhe të na bashkon në trevat tona, na ban lider të vendeve tona dhe të na begaton këtë botë dhe botën tjetër. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.